rinjve, të cilët shpesher ndjenjë ato matrosh shkatërruese, ju shembullojnë kryetare, qoftë gestikulacion, imitacion, mimikë, ose më saktë nuk kanë ide, edhe të tyre janë shtet. Pra mungon ai vitalizim, mungon ajo frym, mungon ato ide të cilat janë progres, janë vitaliteti i shoqërisë. Ne kemi parë lëvizje në 68, në gjithë Europën, në SBA, kemi parë lëvizje në vitet 90 apo vitet 2000, sot janë lëvizje të vendet arabe, të cilat drejtohen nga të rinjt, drejtohen nga studentët, drejtohen nga intelektualët, lëvizje të cilat kërkojnë progres, lëvizje të cilat synojnë në këtë botë të re komunikimi ku jetojmë sot, në botën e internetit, Facebookut, Viberit, apo WhatsAppit, ku temat dhe komunikacioni i ka lehtësuar shumë aftësinë e njerëzve për të qenë afër njëri tjetrit dhe për të marrë vendime. Ne natyrisht nuk mund të ndjehemi mbrapa, nuk mund të presim atë trendin që ka kaluar në vendet e perëndimit para 100 vjetësh, na ka vënë ne sot. Dhe vetëm të forma janë vetë organizimi, pra si të kundur nga eksperienca që ndanë miqtan këtu me ne, kanë qenë fillim grupe me 4-5 vetë, cilët bashkoheshin bashkë, pinin një kafe, diskutonin këto ide, pra e kthenin tamam në ato koncepti tradicional të kafes jo për të këmbyer llogje kavaja si qytetin e në Shqip, po për të ndarë koncepte, mendime të përbashkëta, dhe si ta arrim progresin, si ta arrim demokracinë, si ta bëjmë zërin tonë të dëgjohet aty ku duhet të dëgjohet. Ta ky politikën në një mjet për të arritur atë standard jetese të cilën natyrisht për të dinjitet, punësim, sidomos për brezën e ri e kështu me radhë. Pa humbur kohën, do të dëshiroja kushtoj që të kishte në lidhje me pyetjen 10 sekonda. Ne nga që kemi jetuar një kohë të gjatë edhe arritë të bëjmë edhe krahasimin. Që vetë, Italia është një shtet funksional, nuk ka të krahasuar me Shqipërinë. Në Itali funksionon disa institucione, si është magistratura. Ato i quhen instrumentet imunitar, magistratura në Itali nuk funksionon se funksionon në Angli, nuk funksionon. Ka pasur arrestime të bujshme. Thjesht fakti që atje arrestohen, edhe kurse në Shqipëri akoma nuk kanë të arrestuar. Edhe dje i dëgori ose betë, në flisë pikërisht për të gjatë. Nuk ka arrestime të bujshme. Arsimi funksionon, shkollat funksionon. Normalisht këtu lind pyetja, nëse një italian ka patur arsye për të ngritur, për të përmirësuar sistemin, çfarë do të bëjë njëri shqiptar? Sistemi nuk ka aftësi të vetë rregullohet, nuk do të vetë rregullohet. Bere shqiptare do të humbet privilegje, o ligji o privilegji. Privilegjet do të primo di legge. Kështu që ndryshimi nuk do vijë brenda sistemit. Ashtu si nuk ka në Romani, në Bullgari, politikanë tradicionale nuk e bëjnë dot të gjë. As të rinjt kanë politikë si do të i liri. Janë klonimi i politikës së vjetër. Të rinjt do vinë politikën nëse sjellin ide të reja, jo vazhdojnë në forma të sofistikuara politikën e vjetër, ndryshimin pa pushim. Kështu që ajo çfarë duket që u takon qytetarëve, se çfarë do kuptojnë qytetarët nga pushtetarët, është nëse pushtetarët kërkojnë pushtetin për vete apo duan t'ja transferojnë qytetarëve. Deri më sot të gjitha lëvizjet, të gjitha partitë duan vetëm të marrin pushtetin për vete, në asnjë në Çelësi të Shqipërisë ta bëjmë ne. Askush do të bëjmë për fshirës. Kujdes për fshirës do të thotë spectator të thrasin për mitingje. Fshirës do të thotë bash pjesë për referendume. Si është rasti i Digës së Liçenit për shembull. Të dytë duan të ndërtojnë, do të betonizohen sot ciklin e fundit të Tiranës. Kënë çdo parti të artikulojnë që ja kalojnë fjalën qytetarëve? Jo. Nuk duan. Se po e shijuan një qytetarë të vendimarrë, duan gjithmonë të kështë rrezikshme për pushtetin. Ka 20 vjet nuk bëhet referendum. Qytetarët do të kuptojnë kush flet gjuhën e tyre. Mirë. Për pyetje, komente, për se cilin prej antarëve të panelit. Po. Isha e pyetje për gjithë bordin, për gjithë për prezantimin. Keni siklet? Faleminderit për prezantimin edhe për idetë se sot do të sonte bashkë me kolegët tu italian. E vetmja pyetje që kisha është kur do na ofroni këtë mundësi. Domethënë nëse ne kemi nevojë për këtë lëvizje politike, siç e thatë dhe ju vetë këtu sot të gjithë njëri pas tjetrit, kur do na ofrohet kjo mundësi që na mbështesin, sepse rinia ka nevojë për dikë që t'i udhëheq në këtë lëvizje, dikë që çojë në këto referendume që përmendi edhe zotëria më parë. Pak më përgjigje? Po, më përgjigje. Jo, se kam një çik më tepër përvojë për të përgjigje. Jo, thjesht sepse kjo është pyetje e gabuar. Sepse ti e duke kërkuar një diçka që nuk mund t'japin këto njerëz. Asnjë këtë tavolinë.
Këtë pyetje bëhe përpara pasqyrës vetestate. Këtu janë disa njerëz që janë duke të thënë, ne duam me ecë ke kjo rrugë. Nuk t'japim data, nuk t'japim vendime, nuk po t'japim komandanta. Nuk është me inteligjencë se ty ndoshta. Jo. Edhe atë gabim titën. Unë nuk e kam se me inteligjencë. Ja, vazhdo. Unë kam një profesion, unë kam një punë, unë kam një diçka 8/5. Po. Qa më pengon që të merrem me këtë që merren bordi këtu. Po. Ndaj mua më duhet një përfaqësi, mbase në kontrollin tim, siç të edhe ti vetë që siç ta dhe zonja më parë. Po. Që të fus rekomandimet e mia, por duhet dikush që flasin e në ti, duhet dikush që ti ofendoj me për ty, si do të edhe ti dhe në parlament. Faleminderit për pyetjen. Ergysi po çepë një përgjigje që ishte diplomatike në kuptim që secili nga ne do të kontribuojë. Në këtë kuptim ishte, unë thjesht për ta sqaruar kontekstin. Dy, për sa i përket përgjigjes, ne një përgjigje praktike ne kemi. Ne kemi bashkë themeluar me shumë anëtar pjesëmarrës që sot këtu janë prezent, jo vetëm këtu te ky panel. Është themeluar një lëvizje quhet lëvizja Shqip On. Është një lëvizje e cila ka dalë me propozime konkrete, e cila ka anëtar konkret, ka fytyra konkrete, që mblidhen një herë apo dy herë në javë në bazë të mundësive dhe në bazë të agjendës që propozohet. Kështu që orientimin pak në kështu gjeografik e ka një seri në Tiranë. www.lvizjashqipon.org është sajti web i lëvizjes. Jemi edhe në Facebook, kështu që po do të bësh pjesëmarrës, absolutisht e mirë pritur për të Realisht falenderoj për pyetjen, sepse kjo është pyetje kryesore që ndodh. Kjo është gjatë bukur që askush për ne nuk mund të kundërshton dot. Fakti që qytetari mos rri spektator por të vendos. Kjo është pyetje kryesore që na bëjnë ne sot. Pyetja tjetër është a do të bëni dot, po që të në gjërat që janë me kuptim, që duan të gjithë të thonë. Shqiptarët janë ndjerë dhe kanë frikë nga çdo gjë. Në bërë lloj lëvizjes dhe ne na ngatrojmë me lloj lëvizjes, nuk mund të bëjë gjëra të tjera se kanë mbledhur të simbolet, vodhën liri demokraci, vodhën integrim, vodhën gjithçka, rilindje, është vështirë të themi gjë të tjera. Por do na kuptojë që ne me të rinë gjëra që do bëjmë. Ne, për shembull, në mënyrë organizimi nuk kemi një njësh, ne nuk mendojmë, nuk besojmë që ka një njësh, se nëse ka një njësh, ka një dysh, ka një tresh. Është e vështirë që ta kuptosh politikën kështu se kemi 24 vjet që ne bombarduar aty. Ne nuk do përdorojmë asnjë simbol për ndonjë partitë. Në mënyrë se si do funksionojë kjo gjë. Në mënyrë se si do organizohemi me të rinjt. Ne po përdorim, po krijojmë një lloj modeli evropian. Për shembull, si organizohemi me rinin. Ne nuk japim Red Bull, do sillim njerëz, ne afrosh shumë që kujton se ka lekë ikin. Nuk na duhen ata. Ne kemi krijuar për shembull një lloj komuniteti që kemi qenë më foleja Shqipon. Kemi dy ambiente. Aty bëjmë dhe debatet tona, njemi njëri tjetrin, propozojmë, normalisht në fazat e para. Aty bëjmë kurse falas në italisht, në anglisht, në fotografi, bëjmë kurse filozofie, kurse letrare, një gjë që do ta bënte shteti, ministrit nuk e bëjnë. I thrasin të rinjtë në përparti, për Red Bull. Apo i rekrutojnë të rinjt në përshkolla, militantët e rinj që të harrojnë librin dhe punën. Kjo është fryma, pra i rekrutojnë dhe denigrojnë që në filiz të rinj. Ne duam një model krejt ndryshëm. Dhe ne po shohim që janë shumë, siç kësaj. Janë shumë. Ne po kërkojmë që të gjë të ecë para. Ne nuk kemi pjesë e sistemit, atë kemi thënë që fillim. Do të thotë marrim bangësi, nuk kemi qenë pjesë e sistemit, nuk kemi pjesë derivat, nuk kemi derivat të këtij sistemi. Nuk kemi punë me këtë sistem. Nuk kemi marrë një emër të qytetarëve shqiptar. Edhe nuk e bëjmë lëvizjen për të fituar para, po vetë organizojmë, po vetë financojmë, ata që nga afër shohin. Edhe video që kemi bërë i bëjmë vetë. Në mënyrë se si po fundojmë, sepse kemi projektuar jashtë, që do të thonë është gjë e thjeshtë, jo është gjë bëhet me lehtë. Aktivizimi dhe përfshirja bëhet online, po dhe fizikisht në ambientet tona. Ne kemi dy ambiente, kemi ambient zyrtar që është pranë liçenit dhe një ambient ku kemi komunitetin tonë që organizohemi. Me lektora kemi munduar të bëjmë disa gjëra që janë moderne kulturore. Një do fillojnë të kuptojnë që të ndjen të rëndësishme. Që dikush i pyet. Ne tani do jetë 4-5 propozime, do jetë për votim, dhe cili për atyre do mbështesim të fillojnë të angazhohemi për ato propozim që transparencë. Ne kemi bërë programin tonë SOS, Shqipon Operating System. Duam transparencë në atë të shohim çfarë ndodh në këtë vend. Asnjëri nuk e di se çfarë ndodh. Një që nuk prodhon statistika. Një hospital nuk prodhon statistika. Se çfarë ndodh, çfarë po ndodh.
statistika është kontrol, nuk e duan këtë gjë. Ne duan të ratifikojmë konvenët për transparencën e radhës parë. Mos vesh të kërkosh informacion, të jetë online informacion. Ashtu si ka një shërbim kontrolli i shtëpia Shqipur që ka një kontroll kombëtar, por se kemi ndonjë shërbim kontrolli transparencë. Një shërbim kontrolli transparencë që dikush përgjegjës nëse një dokument nuk bëhet publik. Mos vete unë atje, hapi parë. Atje do filloj kontrolli. Institucionet nuk kontrollojnë nga askush, ndarja e pushteteve si teknik kontrolli, nuk funksionon më, unë jam konstitucionalist. Nuk funksionon ndarja e pushteteve. Secili është barikaduar në punën e tij, askush nuk e bullori askujt. Arsimi është ai që jemi e shohim të gjithë partitë nuk funksionojnë. Askush nuk ka bullori për në partitë janë bërë si çupa që i veshën. Pra është një sistemi që duhet të rimenduar, në qendër qytetare. Në qendër qytetare, jo qytetar spektator. Ne do kërkojmë që të krijojmë instrumenta, butonin në dorë kur sa në dorë qytetarit, të votojë. Jo një 4 vjet ngrish shkrim perifer, votojë çdo javë. Çdo 2 muaj. E zgjedh dhe shkarkon funksionarin pas një javë nëse të shikon që ai ka devijuar. Nuk për shpjegimin e realitet në shumë vende. Sa do ta mbajmë peng po nuk do ta mbajmë peng gjithmonë, shumë afër Europës, nuk kemi në Kaukaz. Ne jemi këtu për të shkurtuar rrugën. Të gjithë ata intelektualë, cilët duan të bëjnë, intelektualët kemi e plot fjalës, jo njerëz me certifikata, që duan ta bëjnë këtë gjë. Dhe të afrohen dhe të shkurtojnë rrugën në mënyrë të akuzojmë Shqipërinë e ne, që do bëhet se s'bën. Ne jemi këtu thjesht për të shkurtuar rrugën. Rion, kishe diçka? Një uri kisha për gjithë ta që janë këtu. Çdo ditë në Shqipëri, sipas statistikave, punësojnë 323 njerëz. Kështu që mund të jetë shumë që janë punësuar dhe se din. Se dini që keni hyrë në Ishte punë. vërtet se Gjermania kishte edhe ti punësime. Jo se ka shumë që kanë hyrë në punë sot dhe se kanë kuptuar. Sipas shkollit fyrzit e zyrat e instatit ku keni filluar punë, edhe në fund majtë fyrzit e kryeministrin, se ku do vini rrugë. Te kishte vënë shoku im Besian Pesha, që ka një nismë me ai që nismë Maturi, edhe që juftoj dhe ju të bashkëpunoni me atë nismë. Jo s'është i rësëris, është i shgënyrë rësëri. Është i shgënyrë. Shiko, idetë janë të mira edhe kur janë nga gjitha kratë që vinë. T'ju them një fjali dhe në mbyll, kemi një këngë dhe në Vlora. Ajo po ka thënë kështu, e ta kisha trupin tënd, dija si ta mbaja. Po ta kisha syrin tënd, dija si ta mbaja. Me demek, po t'isha njëri si juve, do dija unë se qa do të bëja. Po e janë jam. Lutem, kush kishte diçka për të shtuar, apo për të pyetur, apo për të komentuar, po? Pyetje italisht. Po. Domanda all'onorevole. Se pyetjen vetëm mund të çojë se nuk të shikoj vjen. Domanda all'onorevole. Visto che ho apprezzato molto i suoi interventi, sono tra i più censurati nel Parlamento italiano, quindi vuol dire che le sue verità sono belle pesanti. Con De Magistris, una delle prime vittorie del movimento, è venuto fuori che dall'antimafia non si manda più rifiuti nella terra del fuoco, ma stanno venendo in Albania. Essendo che ho capito che lavorate in questa commissione, potete dirci qualcosa di più riguardo, perché qua la statistica dei tumori si è alzata in maniera spaventosa. Cioè l'Albania sta diventando terra di importazione di rifiuti. Sapete qualcosa in più? Assolutamente legale. Il rifiuto che è speciale cambia nome, arriva qua come rifiuto normale e viene bruciato. Allora, in realtà domanda, ma hai un accento toscano quasi. Sì, noi sono un 5 Stelle di Siena. Ah, ok, sì, abbiamo infettato anche qui. Andiamo bene. Nel passato, almeno negli anni scorsi, io non sapevo dell'Albania come terra di arrivo di rifiuti illegali, sapevo più della Romania, ad esempio, e di una parte dell'Ucraina verso il Mar Nero. Era uno quando si andava fuori dall'Italia si andava attraverso questi paesi ancora più dell'est europeo. Questo dell'Albania, guarda, io non l'avevo mai sentito che c'era traffico di rifiuti illeciti verso l'Albania, ma tu parli di radioattivi, di rifiuti speciali? Parlo della gestione del sindaco di Napoli.
con De Magistris, l'amministrazione De Magistris hanno messo persone oneste, non più le solite ricche, tralasciando che poi chi doveva occuparsene se n'è andato per difficoltà di gestione. Il discorso è che sono uscite delle informative, credo dall'antimafia, per questo la domanda Dalla che parlare sul ciclo dei No, in realtà noi abbiamo visto il problema dei rifiuti che c'è in Italia e il fatto che i rifiuti, lo smaltimento dei rifiuti è una pratica che è gestita soprattutto dalle organizzazioni criminali che hanno le macchine per il movimento terra, ad esempio. Se ne occupa principalmente una commissione d'inchiesta proprio sul ciclo dei rifiuti, si chiama. E in realtà non eravamo a conoscenza, almeno io non ero a conoscenza che anche l'Albania fosse una terra di arrivo del smaltimento illegale dei rifiuti. Ma a memoria sapevo che fosse più Romania e Ucraina come terre di arrivo, però ora che ce lo dici, ma sai anche quali sono i comuni albanesi che hanno soprattutto queste problematiche? O... Qua la magistratura non esiste, la struttura, c'è l'informazione. Anche perché arrivarci è complicato, perché attraverso il passaggio di camion ad esempio è molto difficile perché passi per paesi non Schengen e quindi spesso ci sono blocchi proprio alle frontiere, ed è per questo